Epstein, vepër e rusëve, tabloidi The Daily Mail, gjithçka e organizuar nga i shërbimi sekret. Sipas The Daily Mail të Londrës, që referohet ekspertëve të shërbimeve sekrete, Jeffrey Epstein, financier pedofil amerikan i gjetur i vdekur në një qeli të një burgu në New York në 2019, drejtonte operacionin më të madh seksual për të vënë në kurth njerëzit e fuqishëm të botës në emër të ish KGB-s ruse në kohën kur u ofronte gra për shërbime seksuale. Publikimi 3 milion dosjeve bën më të besueshme pretendimet e zyrtarëve të lartë të sigurisë se Epstein punonte për Moskën, e ndoshta edhe për Izraelin, kur lehtësonte kontakte të dyshimta me gra dhe vajza për disa nga njerëzit më të fuqishëm të botës. Në fashikujt e nxjerra përfshihen, sipas tabloidit britanik, 1056 dokumenta ku përmendej presidenti rus Putin, dhe në 9629 i referoheshin Moskës. Epstein duket se ka siguruar dhe audiencë me Putinin pas shpalljes së tij fajtor për krime dhe pedofili në vitin 2008. Burimet që i referohet Daily Mail thonë se kjo shpjegon edhe pse ish financieri amerikan bënte një jetë mjaft ekstravagante dhe të pasur, edhe pse nuk ka evidenca dokumentare që e lidhin Putinin dhe spionazhin e tij të drejt për drejt me aktivitetet e palishme të Epstein. Por burimet që i referohet tabloidi britanik pretendojnë se ndërkohë që shërbimet sekrete amerikane monitoronin lidhjet ruse të Epstein për vite me radhë, ekuivalentët e tyre britanik ishin hezitues për shkak të lidhjeve të ish financierit amerikan me ish princin Andrew, djalin e mbretreshës. Sipas ekspertëve të inteligjencës amerikane, ata besojnë se Epstein ishte i përfshirë në botën e spionazhit përmes lidhjeve të biznesit me Robert Maxwell, shmanjatin e mediave, dhe që në fakt kishte lidhje intime me vajzën e tij, Ghislaine Maxwell, e cila është duke vuajtur 20 vjet burg për trafikim seksual të fëmijëve dhe vepra të tjera penale të lidhura me ish të dashurin e saj financierin amerikan Epstein. Maxwell ndroi jetë njësoj si Epstein në rrethana misterioze ku trupi i shmanjatit të mediave u gjet në ujërat e Oqeanit Atlantik në vitin 1991. Pasi dukej sikur kishte rënë nga jahti në ujërat e oqeanit. Burimet e sigurisë sipas The Daily Mail besojnë se ishmanjati i medias Maxwell ishte rekrutuar nga rusët në vitin 1970, kur punonte për ekstradimin e hebrejve rus në Izrael me përfshirje në shërbimit sekret izraelit Mossadit. Ndërkohë, një dokument tjetër zbulon se FBI-a kishte paralajmëruar se Epstein besoi të ishte edhe spion i Mossadit izraelit pasi ishte i afërt me ish kryeministrin izraelit Ehud Barak dhe ishte trajnuar si spion i izraelitëve në kohën kur Barak ishte kryeministër i Izraelit. The Daily Mail shkruan edhe për lidhjet e Epstein me njerëz të afërt presidentit Trump dhe kontaktet e tij me politikanë të tjerë europian, si ish sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Evropës, norvegjezin Jagland, duke i siguruar t'i kalonte një mesazh Putinit për atë se si të trajtonte presidentin amerikan Trump, shkruan tabloidi britanik Daily Mail.